Nga ana tjetër, namazi apo falja e namazit është edhe shërim i zemrave. Është edhe ilaç i shpirtit. Është falje i gjunaheve për gjunahet. Allahu Zëleshanuhu në surën Hud, ajeti 114 thot: Aqimis salate tarafajin nahari wa zulafan min al-lejl, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dhe fale namazin në 2 skajet e ditës, edhe në orët e afërta me ditën të natës. Do më thonë, je porosi për faljen e namazit, nga se innal hasanat, veprat e mira, Allahu Zëleshanu thot, veprat e mira i shëndrojnë apo i largojnë gjunahet. Veprat e mira bëhet shkak që të keqen të largoj. Nëse për shembull ti bën gjëra të këqija, nëse vazhdon me të mira, me veprat e mira, sidomos me namazin, si që përmendën më parë Allahu Zëleshanuhu, do ta shohësh se gradualisht ti do të bëhesh për atyre që vazhdimisht do ta falësh namazin, dhe vetë falja e namazit të shlyejnë ato gabimet që i ke bërë.